Pastaj Loti doli nga Coari dhe shkoi të banojë në mal bashkë me 2 bijat e tij, sepse kishte frikë të qëndronte në Coar dhe u vendos në një shpellë bashkë me 2 bijat e tij. Më e madhja i tha më të voglës: "Babai ynë është plak dhe nuk ka asnjë burr në vend që mund të bashkohet me ne, ashtu siç ndodh mbi gjithë tokën. Eja, t'i japim verë babait ton e të shtrihemi bashkë me të. Kështu do të mund t'i sigurojmë pasardhës babait ton." Kështu po atë natë i dhan verë babait të tyre dhe e madhja u shtri bashkë me të atin, por ai nuk u kujtua as kur ajo u shtri me të, as kur u ngrit. Të nesërmen vajza më e madhe i tha më të voglës: "Ja, natën e kaluar unë rash në shtrat bashkë me baban tim. Le të bëjmë që ai të pi verë edhe sonte. Pastaj ti futu dhe shtriu me të që të mund t'i sigurojmë pasardhës babait ton." Dhe atë natë i dhan verë babait të tyre dhe më e vogla shkoi të shtrihet bashkë me të dhe ai nuk u kujtua as kur u shtri as kur u ngrit. Kështu 2 bijat e Lotit u ngjizën nga babai i tyre. Më e madhja lindi një djalë i cilit i avuri emrin Moab. Ky është babai i Moabitëve që ekzistojnë deri në ditët tona. Edhe më e vogla lindi një djalë të cilit i avuri emrin Ben-Ami. Ky është babai i Amonitëve që ekzistojnë deri në ditët tona.